تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë. Salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal na bëj edhe neve prej tyre. Me qenë se herën e kaluar kemi folë për lidhjen dhe raportin që duhet ta ketë besimtari i sinqert me Zotin e tij, sonte është e udhës të flasim për një obligim madhor. Ai është respektimi i prindërve. Allahu subhanahu wa taala, të gjithë e dimë se na ka krijuar që vetëm atij t'ja shprehim adhurimet tona. Këtë adhurim apo këtë urdhër që vetëm atë të adhurojmë, Allahu e ka bërë bashkë me urdhrin që t'ju bindemi dhe t'i respektojmë prindërit tanë. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që mos ta adhuroni askënd përveç tij dhe që me prindrit të silleni mirë. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Ajeti tjetër, adhurojeni Allahun dhe mos i shoqëroni asgjë në adhurim dhe me prindrit silleni mirë. Hakin e vet që është tauhidi, që duhet ta veçojmë Allahun me adhurim, po e bën Allahu bashkë me këtë urdhër që t'i respektojmë prindërit tanë. Andaj se cili besimtar i cili adhuron Allahun, një dhe të vetëm, duhet ta respektoj babën dhe nënën e tij. Nga se respektimi i prindërve është për veprave më të dashura dhe më të mira tek Allahu subhanahu wa taala. Sikundër që mos respektimi i prindërve është ndër mëkatet më të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: a dëshironi që t'rregoj për mëkatet më të mëdha? Bile ndër ato mëkatet më të mëdha për i më të mëdhajave. Ka thonë shirku dhe mos respektimi i prindërve. Të nderuar vëllezër, Abdullah ibn Mesudi, shok i profetit sallallahu alaihi wasallam, e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një pyetje shumë madhështore. I thot: cila është vepra më e dashur tek Allahu? Të tillë kanë qenë sahabët. Kanë pyet me përfitu, pastaj atë pyetje me jetësu. Jo thjesht me marrë informata. Kanë dashur me adhuru Allahun me dije. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: namazi në kohën e vet. Pra ka filluar me hakin e Allahut. Namazi në kohën e vet është për veprave më të dashura tek Allahu. Sahabiu nuk ndalet, po thot pastaj cila? Pastaj thot respektimi i prindërve dhe vazhdon edhe pyetjen tjetër. E shihni pra, respektimi i prindërve ka ardhur më njëherë mas veprës, mas shtyllës së Islamit, mas namazit. Nëse i kënaqim prindërit tanë, do ta kënaqim Allahun dhul xhelal. Nëse i hidhërojmë prindërit tanë, do ta hidhërojmë Allahun dhul xhelal. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: kënaqësia e Zotit është kur robi i respekton prindrit, dhe hidhërimi i Zotit është kur robi nuk i respekton prindrit. Të gjithë ne e synojmë xhenetin. Andaj nëse kemi prindrit gjallë, e kemi xhenetin tek shtëpia tona. Sa i kemi gjallë, t'i respektojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë:
prindje është dera e mesme e xhenetit. Andaj nëse i respektojmë prindrit, me lejen e Allahut do të futemi në xhenet. Për shkak të vlerës së madhe që kanë prindrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë që lutja tyne për fëmijët e tyre me qenë e pranuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 lutje nuk refuzohen. Dhe ka thonë njëna prej tyre lutja e prindrit për fëmijën e vet. Andaj ti respektojmë prindrit tanë sa i kemi gjallë. Sidomos nëse janë në pleqëri të thellë. Alhamdulillah Rabbil Alamin.